Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërin, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të sjellur ngjarjet më të fundit dhe lajmet më të vërteta tek ju. Sepse fatkeqësisht gjërat po bëhen lëmsh, ka shumë informacione të reme, ka shumë lajme të reme për marrëdhënien e çiftit, për Eglin, për Gjestin, dhe unë jam munduar që edhe situatën me Blerinën, me motrën e Gjestit, që dje u bë shumë e njohur në rrjetet sociale, ta përfshi për ta komentuar se si është marrëdhënia e tyre dhe çfarë në të vërtetë ka ndodhur me këto dy vajza. Në një kohë kur mediat sociale furnizohen çdo sekond me spekulime dhe faqet ros gërmojnë çdo lëvizje të personazheve publik për të krijuar lajmin e ditës, një nga çiftet më të komentuar të momentit, Egli dhe Gjesti, janë bërë sërish objekti diskutimeve të shumta. Këtë herë rrjetet janë mbushur me thashetheme që pretendojnë një ndarje të mundshme mes tyre dhe aludime për tensione me familjen e Gjestit, në veçanti motrën e tij Blerinën. Por a ka të vërtet një krizë në këtë çift? A është e vërtet kjo krizë? A është Blerina në të vërtet kundër lidhjes së tyre? Dhe a është ndarja vetëm një tjetër sajes për të kapur vëmendje? Do me thënë, këto janë tre pyetje që unë jam munduar të pyes realisht publikun, por unë përgjigjet i kam të gjitha këtyre dhe dua një herë për gjithmonë të qartësoj publikun sa i përket Gjestit deri më ditën e sotme. Redaksia jon vendosi të hetoj përtej zhurmës së rrjeteve dhe të sjellë një pasqyrë të qartë dhe të verifikuar mbi atë çka ndodh vërtet mes Eglit, Gjestit dhe familjes së tij. Gjesti dhe Egli janë ndër çiftet më të dashur për publikun shqiptar. Me një kimi të dukshme dhe me një marrëdhënie që ka fituar zemrat e fansave që nga Big Brother VIP, çdo detaj i jetës së tyre private kthehet menjëherë në lajm. Kohët e fundit rrjetet sociale janë përfshirë nga spekulime se ata janë ndarë. Një pretendim që pas verifikimeve të bëra nga redaksia jon rezulton i pabazuar dhe plotësisht i pavërtet. Burimet e afërta me çiftin konfirmojnë se marrëdhënia e tyre është më e fortë se kur dhe se shumë shpejt pritet të publikohet bashkëpunimi i tyre i parë muzikor, i cili do të publikohet në kanalin zyrtare Top Albania Music në YouTube. Ky projekt pritet me padurim nga fansat dhe do të shërbejë si një tjetër dëshmi e lidhjes së ngushtë që ata kanë, jo vetëm si partner në jetë, por edhe si bashkëpunëtor artistik. Do me thënë, marrëdhënia e Gjestit edhe Eglit është në ditët më të bukura të tyre. Ato thjesht po marrin vete një herë, sepse Egli ka patur një dalje publike, ka patur një intervistë e cila realisht nuk është transmetuar akoma, por njëkohësisht edhe Gjesti natën e mbrëmshme ka patur një dalje publike në Portokalli. Do me thënë, këto janë arritjet më të fundit që çifti ka bërë, normalisht është në menaxhimin e produksionit Top Channel, nuk mund të bëj çfarë të doj dhe si të doj. Por do dalim edhe, do me thënë, Gjesti dhe Egli pritet që të sjellin projektin e tyre të parë muzikor, të dy së bashku, që do të postohet në kanalin që dikur ishte Luiz Eili, tash është kthyer në kanalin e Top Channelit, dhe do me thënë marrëdhënia e tyre është në mënyrën më të mirë të mundshme. Aktualisht Gjesti vazhdon të qëndrojë në Hotel Mak në Shqipëri. Një tjetër pikë që ndezi thashethemet ishte pretendimi se Blerina, motra e Gjestit, e ka hequr Eglin nga Instagrami, një veprim që u interpretua menjëherë si shenjë përçarje brenda familjes, por e vërteta është krejtësisht ndryshe. Blerina nuk ka pasur asnjëherë Instagram deri së fundmi. Ajo ka qenë aktive vetëm në TikTok, ku ndjekësit e saj janë njohur me energjinë e saj pozitive dhe humorin e drejtpërdrejtë. Vetëm në javët e fundit, ajo ka hapur një profil të ri dhe nuk ka pasur më parë asnjëherë Eglin në listën e ndjekësve, por jedhoj nuk ka mundur ta heq atë nga asnjë gjë. Do me thënë, Blerina, por as Egli, as nuk e kanë pat njëra tjetër në Instagram, as nuk e kanë heq. Instagramin Blerina e ka hapur në javët e fundit. Nuk është se e ka patur që në fillim kur Gjesti hyri në Big Brother. E ka hapur në javët e fundit. Dhe normalisht Blerina nuk ka asnjë fotografi të vete në Instagram. Ajo e përdorën vetëm me story.
Instagramin dhe poston story, poston share nga gjesti dhe nuk ka asnjë gjë të keqe se nuk e ka follow në Instagram. S'do të thotë që nuk e ka follow dhe nuk e duan, ëh? Mos i bazojmë gjërat kështu. Ky fakt bie ndesh me çdo supozim se Blerina ka vepruar me qëllim për të treguar në një qëndrim negativ ndaj Eglit. Përkundrazi, burimet e afërta me familjen tregojnë se marrëdhëniet mes Eglit dhe familjes së Gjestit janë korekte dhe në përmirësim të vazhdueshëm. Sidomos tani që dyshja po ndërton hapa të rëndësishëm në jetën e tyre profesionale dhe personale. Në një kohë kur shumë çifte ndajnë çdo detaj të jetës së tyre online, Egli dhe Gjesti kanë zgjedhur të ruajnë një balancë delikate mes privatësisë dhe pranisë publike. Ata nuk e kanë ekspozuar marrëdhënien e tyre me teprime, por në momente më të rëndësishme kanë qenë gjithmonë pranë njëri tjetrit. Burime pranë çiftit konfirmojnë se ata jetojnë në një marrëdhënie të qetë dhe të konsoliduar, larg dramave të sajuar që shpesh faqen në tituj të portaleve. Dhe në vend që të merreshin me përgënjeshtrime të përditshme, ata kanë zgjedhur të flasin përmes punës së tyre, projekteve të reja dhe mbështetjes të ndërsjellët. Rasti i Gjestit edhe Eglit është një shembull tjetër i fortë se si rrjetet sociale mund të krijojnë iluzione, të ngjallin panik të pabazuar dhe të ndikojnë në perceptimin e publikut. Por e vërteta, megjithëse më pak sensacionale, është më e bukur. Gjesti dhe Egli janë bashkë, janë të lumtur dhe kanë plane të mëdha për të ardhmen. Në vend që të lejojmë që një follow më pak ose një koment i munguar të kthehet në lajm, ndoshta duhet u japi më shumë hapësirë historive të dashurisë që nuk kërkojnë spektakël për të qenë të vërteta. Se në fund të fundit, dashuria nuk matet me numra, por me përkushtim për krahje dhe besim, dhe këtë Gjesti dhe Egli po e dëshmojnë çdo ditë. Do me thënë, nuk ka asnjë lloj prenoncimi, nuk ka asnjë lloj fjale që Gjesti dhe Egli janë ndarë. Lajmi për rastin e motrës së Gjestit, në këtë rast për Blerinën, është një lajm i rem sepse Blerina nuk ka përdor Instagram më herët. Do me thënë, Instagramin e ka hapur së fundmi dhe ajo e përdorën vetëm për rrjetin story. Asnjë gjë tjetër, nuk ka asnjë fotografi. Kështu që ne të luftojmë që ta shohim çiftin sa më bukur. Le të mos e përmendim fjalën ndarje sepse nuk ka akoma asnjë gjë. Nga informacionet që kam unë, pritet të ketë një dalje publike të të dyve, pritet të ketë një këngë së bashku Gjesti dhe Egli, domethënë pritet të ketë shumë vepra të mira për të dy dhe në asnjë mënyrë është që ky çift është ndarë.